Përshëndetje të gjithëve. Ratë të parë, përpara se të fillojmë me deklaratat e vendimeve të marrë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, do doja që të shpreha ngushëllimet e mia familjeve të cilat kanë pasur fatalitete sot për shkak të aksidentit të ndodhur në linjën ndërurbane Tiranë-Berat. Si dëgjuat, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave sot, ne miratuam një akti normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit të Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari është një vendim i cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne që në kryet herës, që prej fillimit të këtij mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së 5 mujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe kur parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Për sa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë 5.000 lek, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e dish ndërmarrjeve ushtarakët në pension të parakohshëm. Siç thash, vlera totale e këtij efekti financiar i këtij bonusi është rreth 3.7 miliard lek. Mbulohet i gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik, të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme lidhet me garancinë sovrane. Ministri i Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë i disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurreshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan 3 projekt ligje, të cilat lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të 3 projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasëre 2, kapitullin 7, nëpërmjet këtyre vendimeve, projektlive që u miratuan sot, ne do të arrijmë që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua të rikthem edhe një herë bonusit të pensionistëve.
ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionistë, të cilët në datën 1 korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5.000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaji janar. Faleminderit. Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thatë edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër. Po jepni sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë apo për të neutralizuar pak nënsitë e protestuesve që prej një muaji kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj. Unë e shpjegova, burimi të ardhurave vjen nga performanca e ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këtij mandati do të jetë rishpërndarja e të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do të jetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigjja jon, ka qenë përgjigjja ime dhe përgjigjja jonë e qeverisë, qasja jonë është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca e ekonomisë do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Raziela Muslimaj nga Report Televizion. Zonja Ibrahimaj, deri më tani pa kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli ulët i pensioneve dhe që dhe qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikimi i skemës së pensioneve, për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hyn në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjithë ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herpashershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrijnë disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brenda këtij mandati. Dhe për këtë arsye jepen që nga muaji janar i këtij viti bonuse mujore të njëpasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrihen këto nivele. Janë trashëgimi të kaluarës këto, të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të fillojë hyrja në fuqi e saj.